Si mendoni, çfarë po kërkon të justifikojë Edi Rama apo ku kërkon të kapet teksa ka shpikur dhe agent në radhët e protestuesve? Ku njëherë ka thënë që ka agent grek, njëherë serb, njëherë iranian dhe tani së fundmi ka dhe element që vin nga Kosova, tha, dhe Maqedonia e Veriut. Jo, i dashur. Siç e dini, unë kam qenë oficer i zbulimit strategjik 9 vjet jashtë shtetit. Në luftën e ftohtë 1979 1908 janë botuar dhe veprimtarinë tonë të inteligjencës ushtarake, ne parandaluam çdo lloj befasie ushtarake dhe politike për rrëzimin e pushtetit dhe pushtimin e Shqipërisë ushtarakisht. Pra u jam një nga ekspertët më të njohur dhe nga inteligjenca ushtarake jam i vetmi i vazhdova në diplomacinë ushtarake, atashe u pa ushtarak i Shqipërisë në Turqi, ku me këmbguljen time ngrita shtetin turk në këmbë dhe në kratë kasu Shqilit u bërë thirrja madhe kush prek Shqipërinë, prek Turqinë, kundër Greqisë dhe të tjera. To dokra Edi Rama të marrë vetia. Ne nuk na ka faje askush. Ne ka faje veprimtaria armiqësore Edi Ramës që ka fut vendin qorsokak. Shtetet e tjera punojnë të gjitha për interesat e tyre. Edhe si Shqipëria nuk punoi me Edi Ramën dhe Sali Berishën për interesat e tyre dhe e quajnë në gjendje. Po pija një 97-2, sepse Edi Rama nuk largon rrugë paqësore dhe kërkon të ketë përplasje të mëdha gjakderdhje. A mendoni se Edi Rama, duke dhënë Zvërnecin dhe Sazanin dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner dhe vajzës së tij Ivanka Trump, kërkon që të shpëtojë një herë mirë nga ato shqetësime apo halle personale që ka në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të përmendim këtu dosjen e Charles McGonigal? Po, unë edhe në emisionet e tjera televizive kam shpjeguar që politika dhe diplomacia ushtarake është jashtë interesave kombëtare, sepse Edi Rama është zhytur shumë thellë dhe nuk punon për mbrojtjen e interesave të atdheut. Fakti që Edi Rama vepron hapur kundër qëndrimeve të Bashkimit Evropian dhe gjithë drejtuesve të Bashkimit Evropian dhe Turqisë, kur gjithë kjo botë nuk e pranoi bordin e paqes privat të Trumpit, jo të Shtetit Amerikan, dhe shkoi me vrap në Amerikë, ashtu si shkoi me vrap dhe bëri skandalin në Izrael, ku Netanyahu është për ndjekje penale ndërkombëtare për arrestim dhe është në gjyqin më të rëndë për krimin ekonomik ka bërë, ndërsa Trumpi ka problemet e madhore të vetes tia, tregon që ai është jashtë orbitave paqësore dhe bashkohet me ata njerëz të cilë ka sjell pasojë të mëdha paqes dhe sigurisë botërore. Presidenti i Turqisë mblodhi urgjent kuvendin dhe deklaroi: Izraeli nga hapësirët e tij mori Kiprin e Veriut, bashkëpunoi me Greqinë dhe hyri në Shqipëri, në Sazanin dhe Bregdën e Shqipërisë, e cila përbën kërcënim të madh shumë për sigurinë rajonale dhe për vetë botën shqiptare. Pra problemi shqiptar tani është në hapësirat shumë të mëdha për ato vende që kanë interesa të caktuara për bashkëpunimin me Shqipërinë dhe paqen në rajon. Shqipëria po shpërbëhet. Veprimet që ka antikushtetuese, anti-shqiptare, për dhënien falas deri tjetër, nëse nuk merr qira ose nuk e ke shit me para, po e ka dhënë thjesht vetëm të investojë, është falje dhe tradhti kombëtare dashur. Pra, me Sazanin dhe Zvërnesin, populli shqiptar nuk merr asnjë lek qira, nuk merr asnjë lek për shitje. Shitje dhe bele ka marrë mafia dhe populli shqiptar ngelet me gishtë gojë dhe Izraeli do bëhet pasuri e izraelitëve dhe qëllimi i Sazanit është të bëhet Epsteini i dytë botëror. Pa ka një fakt për këtë gjë? Ku e bazoni një gjë të tillë? Si s'ka, unë flasë vetë me dokumenta dhe me deklaratat që ka bërë vetë Kushneri e shoqja dhe gjithë bashkëpunëtorët që kanë punuar me Ramën për realizimin e misionit, i cili fatkeqësisht kryeministri i Shqipërisë, si është mafios, me helikoptera zbret mes dhe në anijet turistike luksoze bën takime me këtë mafje, ku hodhi ideja para një viti gjysmë dhe sot është bërë realitet i fshehur nga populli shqiptar. Dhe tani që shpërthyen
populli e pa thikën në zemër dhe u ngrit rinia shqiptare dhe tundet Amerika, Hollanda pardje, Italia, Gjermania, Greqia dhe sheshi Shqipërisë. Dhe ky njeri a ka gjak shqiptare ku shqiptarët janë ngritur këmbë dhe thonë largohu, ne po e përsëris, kërkojmë me këmbgulje, spakut ja kemi shumë me dokumenta, kërkesën urgjente, dhe jo vetëm ato që ka bërë tani, se ato që ka bërë tani ka bërë nga dokumentat tona. Ka arrestoi 3 veta dhe bllokoi 200 milion euro. Jo, të kërkoj urgjentisht heqjen e imunitetit dhe fillimin e ndjekjes penale. Edi Ramës, zonjën atjetër të arrestohet menjëherë dhe të gjithë ata që janë në valle të arrestohen, dërsa gjykatës kushtetuese kemi kërkuar me shkrim urgjentisht të anullojë të gjitha marrëveshjet e Edi Ramës që ka bërë në territorin e Shqipërisë me të huaj që nuk është kushtetuta. Ashtu si gjykata kushtetuese rrëzojnë marrëveshjen tradhtare të 250.000 kilometrave të ujrave të që u bë me Greqinë dhe që tani Edi Rama na riktheu prapë këtë çështje, gjykata kushtetuese ka mbyllur dhe ai na bie ministri i punës jashtë Shqipërisë sot, atë që ka qenë kryer negociator i kësaj tradhtie dhe na erdhi ministri i bordës nga Greqia, që ka hedhur hartën e Greqisë brenda dhe këto ujra ku ne kemi rrëzuar me gjykatë kushtetuese. Tradhtia është shumë e thellë, me dhimbje të madhe. Sot në një koment thoshja çfarë po bëjnë ushtarakët në lirim. Nuk kanë nivele kulturore, shkencore, demokratike. Zoti Limaj, si mendoni, a shkon për te një investimi ekonomik rasti Zvërnecit, por më konkretisht ai i Sazanit, ku Edi Rama ka thonë se Sazani nuk është në shitje në një takim të fundit që pati me socialistët në 35 vjetorin e Partisë Socialiste? Qetë. Që të dalësh, që të thuash përfundimet dhe konkluzionet duhet të ndjekësh komplet. Gjitha intervistat ka dhënë Rama, ti kesh regjistruar si kanë regjistruar unë, ashtu siç kanë të regjistruar në anglisht i Ivankës, të Kushnerit, të 2 arabëve edhe të tjerëve. Dhe kur ti kesh para se pasqyrë, ti radhitësh edhe Shqip të cilët e kemi dorëzuar SPAK, janë mashtrime në gënjeshtra, sepse ai ka deklaruar që Sazani nuk është më pronë e Kushteri. Tani, pse ky zotëri marrëveshje që ka akoma të nuk e publikon dhe nxjerr komplet kush është marrëveshja, nen për nen, në që e ka marrë ai. Do i paguaj populli shqiptar, po ish nuk ka marrë. Nëse ka marrë me qira, sa lek do paguaj për qira? Pra, ky thot na merre ishulli ti, pasi fitim populli shqiptar, investimi tjetër punë djalo, investimi tokë. Për tokën që ke marrë, çfarë do paguash? Ka ligje bota, edhe Shqipëria. Çfarë do paguaj ky njeri që ka marrur këtë tokë, o me qira, o në përdorim, ose ka bler? Kupton, pra, kush i ha këto broshkulla këto Edi Rama? Pra, ishull zotëria ka falur, dhe me këtë ishull, do bëhen investime jo për mua e për ty e popull shqiptar, se s'ky do të bën, por për oligarkët dhe mafjen botërore, të bëhet e psteni dytë, dhe gjerimi botëror në ishull tonë strategjik. Prandaj me të drejtë, edhe Turqia tha, është ishulli i mbrojtjes së Mesdheut, është ishulli i Otrantos që ka të bëjë me sigurinë e Mesdheut, të Ballkanit, veçanërisht Shqipërisë. Shikoni historinë, kush e ka përdorur historikisht ishulli Sazanit, dhe kush ka luftuar gjithkohën ta ketë këtë ishull tepër madhor me vlera strategjike. Dhe Edi Rama nuk mund t'i them biri Shqipërisë tani, e jep pasë përgjegjësi, fshehurazi, një mafje. Mua nuk më duhet as Trumpi dhe as kush tjetër, mua më duhet atë dheu im, atë dheu babait, mua më duhet populli im, mua më duhet sovraniteti im, më duan fëmijët e mirë dhe gjithë fëmijët e Shqipërisë. Prandaj ka pat mundësi të isha milioner dhe si në këmbë,
se s'kan pranuar asnjë lloj korrupsioni dhe krim të organizuar. Nësa krimin organizuar e Edi Rama gritin në sistem, ku 95% e pasurisë kombëtare e kanë vetëm 3.5% e popullsisë shqiptare. A kuptoni? A i bëri genocidin ekonomik për largimin e 2.1 milion shqiptarëve dhe tani po na bie nga Afrika dhe nga Azia shëmbëtor, dhe do të vi Izraeli të shfrytëzojë dhe të marrë tokën e Shqipërisë. Pra është strategji e shpërbërjes dhe shkatërimit të Shqipërisë. Nuk është një gabim, o strategji e filluar që nga vitet 92, shkallë dhe mbriti tani në sovranitetin e territorit të Shqipërisë. Shumë e thellë tradhtia, nuk janë llafe, janë fakte, do di. Populli shqiptar, ky popull i shkëlqyer me të vend të begat, fat keq për këta që paguan, duhet të vazhdojnë luftën me vdekje, jo vetë për rrezimin e tyre, para arrestimit dhe burgimit e tyre të përjetshëm dhe sekuestrimin e gjithë pasurive të kësaj bande kriminale që ka vjedhur të popull dhe ka lënë kaq të varfër. Janë 780.000 pensionistë, nga cilët 500 kanë në 200.000, bëjnë luftën bukë, nësa ata deputetët që komandon ai, u ka bërë 4.800.000 të ardhët mujore. Pra ka krijuar një oligarki politike, oligarki mediatike, oligarki financiare, që kanë pushtuar Shqipërinë, llumi që po shkatëron vendin.